Këngëtari shqiptar nga Maqedonia Veriut Shpat Kasapi ka ndëruar jetë në moshën 40 vjeçare. Mësohet se këngëtari ka pësuar arrest kardiak teksa ndollej në Bologna të Italisë së bashku me bashkëshorten dhe djalin. Ndonse nuk raportohej të kishte patur probleme të mëparshme shëndetësore, fatkeqësisht artisti Shpat Kasapi nuk ka mundur të mbijetojë. Ai ka qenë nga emrat më të njohur dhe të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur me 1 maj 1985 në Tetov, Shpat Kasapi u rrit në një familje me traditë muzikore. Karriera e tij nisi në fillimin e viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej idhujve të rinisë me stilin e tij modern, meloditë lehta dhe performancat energjike. Shpati u afirmua përmes tregut muzikor kosovar dhe atij shqiptar, duke sjell këngë që u shndërrua në hite si Valle Kosovare, Amdo, Kush të ndau prej meje, Dashni pa limit, Aroma e saj e të tjerë. Gjatë karrierës së tij, Shpat Kasapi ka marrë pjesë në festivale të rëndësishme dhe ka realizuar bashkëpunime që lanë gjurmë për publikun me emra të njohur të muzikës shqiptare. Në vitin 2021, këngëtari u martua me Silvie Jaos dhe u bë prindi një djali. Përmes një video të publikuar në rrjetet sociale ku këngëtari shihet duke mbajtur në krah djalin Roel, bashkëshortja tregon momentet e fundit, sakrificat e përbashkëta dhe dhimbjen që lë pas vdekja e papritur e artistit. Ajo rrëfen se Shpati ndroi jetë në krahët e saj në një periudhë kur ata ishin duke u përpjekur të siguronin dokumentet e nevojshme për djalin e tyre, me shpresë që ta çonin sa më shpejt në Itali për logopedi. Ajo shpreh se ishin shumë të lodhur, të stresuar, por gjithmonë të bashkuar për të mirën e djalit. Lajmi për vdekjen e parakohshme të këngëtarit Shpat Kasapi ka prekur botën e artit shqiptar. Koleg, miq dhe figura të njohura të ekranit kanë shprehur pikëllimin e tyre për humbjen e artistit, i cili prej vitesh ishte një emër i dashur për publikun.